Sot neve larg qoftë, po bëjmë pyetje kështu drejt për drejt. Plas lufta na sulmon Serbia. Serbia nuk na sulmon dot i herë se do kalojnë për Kosovë. Po mi pra, sulmon komi shqiptar. Nuk kalon dot. Po sulmon Kosova ne nuk do bëjmë plazhe. Parasysh dikur ai lideri asaj kohe që tha zguxojnë dot thatë sepse do përballen me shqiptarët. Me shqiptarët, po. Se edhe ai shpresonte që shqiptarët do na mbrojnë ne këtu kur para se të vinë. Mund ta mbronin ne? Patjetër që po. Sepse patjetër që po, është një angazhim patriotik. Edhe ne kemi detyrime nëse në të njëjtin vend qeni ju, para disa kohësh kisha Hajro Limaj, një zbulus të shërbimit të ushtarak, i cili tregoi për planin, që është i njohur, ai plani që kishte Shqipëria gjatë regjimit komunist për sulmimin e Jugosllavisë. Dhe ai tregoi detaje deri te ajo 70.000 trupa edhe mjete etj. Sipas te sot që jemi të kthjellë dhe gjithë dhe ju keni kthjelltësinë edhe për shkak të studimeve tuaja, kishte vlerë ai plan apo ishte thjesht shu teori në letër aty? Shiko, gjithsesi ai disa shbërë si plan do të thotë që ka pasur një qëllim caktuar politik. Po? Sepse pa një qëllim caktuar politik. Qëllimi ishte çlirimi i trojave tona. Po, sepse Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë, Malizi, sepse një problem i madh ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. Partia Komuniste Shqiptare, si dihet, ra nën tutelen që në krimin e saj në tutelen Jugosllavisë serbe. Ra në tutelin serbe. Ata komanduan gjithçka dhe kur ne mendoshim për internacionalizmin, pra për luftën kundër fashizmit gjithë bashkë për ta luftuar, ata mendonin që edhe për ta luftuar fashizmin, po edhe mos e lëshonin Kosovën. Dhe kur kujtuam ne, Kosova iku. Dhe për ta bërë dhe ne Republikë të Shtatë. Po një variant ishte edhe ajo, më pas synuan, sepse po dhe ky plan dhe në një farë mënyre u investua. Shiko, Landi është investuar për të trajnuar njerëz për të vepruar në Kosovë. Për të vepruar, ëh? Absolutisht, po. Po si? Janë trajnuar njerëz, unë po them, një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve kosovarë që vinin nga emigracione. Vinin këtu? Po, që vinin këtu. Dhe stërviteshin? Absolutisht. Ku, në cilët vite? Gjatë gjithë viteve. Dhe ku stërviteshin ata? Ata stërviteshin nga strukturat e Ministrisë Brendshme, stërviteshin për kryerjen e veprimeve në prapavin për të kaluar atje, për të nxitur, për të marrë kontakt me lidhjet e tyre. Një nga ata që është përgatitur ka qenë edhe babai im. Wow. Me shumë të tjerë. Si quhej babai juaj? Ka pas ai ka shërbyer shtetit dhe kombit. Ka qenë vetëm ai, kanë qenë shumë që stërviteshin, sidomos në mënyrë masive filluan të stërviten edhe pas demonstratave të tatë ishin nga Kosova? Po. Shala, tani po. Janë ardhur nga zona e Podujevës. Nga Podujeva. Po. Babai juaj si quhej? Feta Shala. Dhe ai stërvitej këtu. Janë stërvitur, po kanë ardhur këta janë brezi kosovarëve që kanë lindur këtu, po këtu stërviteshin. Kanë vitet 30 prindërit e tyre? Po, vitet 30, ishte 30, pra me ato shpërnguljet e para me gjenocidin serb që u bë që në atë kohë që po gjatë asaj kohe zoti Shala ka pasur që vinin familje her pas here në Shqipëri dhe menin në shtësi shqiptare direkt, se unë kam parë pafund. Kanë ardhur edhe me familje babajut. Shkoj ndonjëherë për të shiko, disa grupe edhe kanë shkuar. Kanë shkuar, patjetër që kanë shkuar. Në vazhdimsi kanë shkuar. Para dëgjoj. Jo, kanë shkuar. Po me çfarë bën ata? Shiko, ka në atë kohë ajo struktura asaj kohe, pavarësisht anës ideologjike e tjerë është problem tjetër. Ka patur një departament ose një drejtori që quhet Drejtoria e Zbulimit. Në ministri. Në Ministrinë Brendshme. Po. Drejtoria e Zbulimit që ishte pjesë e atyre organeve të sigurimit të shtetit. Dhe kjo drejtori merrej ndërmjet tjera merrej edhe me këtë punë, pra që dërgoheshin grupe zbuluese diversioniste. Diversioniste. Po, siç veprojnë ato, po stërviteshin. Ku shkon ata në Prishtinë? Po kanë shkuar, zakonisht zgjidheshin ata që kishin kontaktet e tyre atje, dhe kontaktet që lidhjet familjare të vjetra, po. Mund të mos i tratonin.
Po, sigurisht. Dhe kanë shkuar, kanë kryer detyrat që kanë marrë nga shërbimi këtu dhe janë kthyer. Kanë bërë punë konkrete, për shembull, babai jot çfarë detyre ka bërë? Shiko, baba im janë stërvitur, baba im ka qenë ajo kategori që përgatiteshin dhe nuk arritën dot. Nuk arritën. Nuk i vun. Po të tjerë ata që vajtën? Po, ata që kanë bërë detyra që është dhënë. Kanë kryer detyra? Do shkosh pa kanë votuar? Patjetër që çfarë efekti, çfarë pasoja solli? Pasoja zgjerimi i rrjetit atje. Rrjetit informativ. Pra, për të marrë informacion, për të njohur situatën, për të dhënë detyra etj. Pra, ndërmjet tjerave, një nga këto, për të përgatitur, për të krijuar organizime që të kryejnë veprime ose koordinime. Pra, varet nga detyrat që kishin nga grupi në grup. Për ta mbyllur të çështën, se më ngacmoi shumë, po përse atëre shumë kosovar shqiptarët Kosovës, se fjala kosovar nuk është shqiptarët Kosovës. Po sistemi s'ka parli. Po s'ka problem. Po më morën në gojë, pse sikur thëri, pse s'ka palin. Pse shqiptarët Kosovës që erdhën në Shqipëri këtu, disa u arrestuan, nuk i trajtuan etj, si dhe u akuzuan si agent UDB-s. Kjo ka qenë e vërtetë apo ishte legjend? Shiko, unë jam marr edhe në ato kohë kam punuar në një sektor edhe me kundër zbulimin, po që kishte drejtimin Jugosllav. Dhe është fatkeqësi kjo që thotë, kjo ka ndodhur. Ka ndodhur dhe kjo është kriminale. E keqja cila ka qenë. Kjo nuk diskutohet që ata kanë dërguar njerëz me mision. Si qoshim ne i qoshim legalisht, ata e kanë pru legalisht. I kanë përtu për shumë dikë që e qushin si patriotë etj. Ka edhe me detyrë, ka nga ata. Ka nga ata. Domethënë agent UDB-s. Agent, për të rekrutuar kanë ardhur me detyra të nga shqiptarët Kosovës. Nga shqiptarët Kosovës, pa diskutu. Dhe një pjesë e këtyre ka pasur një procedurë që kaloshin nëpër pika filtrimi që quhesh. Që quheshin nëpër këto pika dhe që nga Kuksi, nga Shjaku etj. Dhe edhe këta hetoheshin, mashin të izoluar, intervistoheshin, priti konfirmimi i dhënave dhe pastaj një pjesë e këtyre që kishte dyshime, normalisht që do të ashtu. Por çfarë bonte UDB-ja? UDB-ja tashmë e përdori një stil tjetër. Për shembull, Arratisi Landi që ishte patriot i madh dhe i shpëtoi UDB-s. Nuk e arrestoi, do të iku. E bëndeloj? Jo, iku, u arrestis për Shqipëri. Erdhi këtu. Po, tash ata për të njollos Landin qoshin edhe dy tjerë me detyra që ti të shkosh atje dhe në këtë procedurë që do ndjekësh ti, do të pranojnë, do të pyetësh do kështu, ti do thoshe, shiko, unë Landin më thonë, ka njefti nga të, po nga zona ime ka qenë edhe një që ka ikë në Shqipëri, kush është filani? Dhe UDB-s? Jo, nuk e njoh, unë e njoh për burr mirë, po një herë duke kalu me makinë filan vend e kam pa me një oficer të UDB-s. Kaq, mjafton të kjo. Ne arrestuar edhe shkretin. Jo, ai pastaj vije nën kontroll, po vije padrejtisht nën kontroll. Domethënë ai kishte ardhur me atë ndjenjën e patriotizmit kanë vuajtur shumë nga këto? Ka pas. Ka pasur, po, ka pas që kanë vuajtur. Kanë vuajtur nga këto dhe pra kjo ishte një taktikë e tyre që këta e përdorin dhe edhe këtu pasaj edhe vetë sigurimi shtetit krijoi një domethënë çdo shqiptar i Kosovës të ishte me pikpyetje. Ishte me pikpyetje. Saqë unë qeshja thosha unë mos kisha hyrë në këtë profesion do isha unë me pikpyetje. Ua. Domethënë çdo shqiptar i Kosovës i ardhur në Shqipëri ishte me pikpyetje. Po të them unë ku kanë qenë në një strukturë, në një qark, në një degë brendshme, kryetari i asaj dege në një moment, pse s'keni regjistruar kontingjente për llogaritë e zbulimit jugosllav. UDB. Pra, kontingjenta regjistroheshin fëmijët e këtyre të dënuar si agentuar etj. Edhe koncepti i tij ishte që shiko, fushmëreja është plot me kosovar. Pse s'keni regjistruar ju? Domthon koncepti. Këta ishin raste jo të përgjithshme. Po kishte nga këta që të bëshin gjëmën këtë, domethënë, që të hyje. Pra, shqiptarët e Kosovës edhe kur kanë ardhur janë ndeshur me këto probleme. Cila ka qenë arritja më e madhe e Shërbimit Sekret Shqiptar për çështjen e Kosovës gjatë atyre viteve? Shiko, unë nuk them se ka pasur ndonjë veprimtari kështu, domethënë synimi ishte përgatitemi për një situatë, për një gjë. Edhe s'do asgjë. Edhe jo, atëherë kur unë qeshja me baban se donte më shku, si kishim mësuar rrugët për mençata, nga trajnimet i kishim mësuar rrugët, hyn këtu, del këtu, hyn këtu, del këtu, hyn këtu, del këtu. E kupton ti? Dhe i thash,